Okej, ku marrë në panajirën e bukurisë në Prishtina Mall, edhe hajde të shohim se çfarë ka. Në çet panajir po du mu fokusu më shumë te pjesa e flokëve për me pas kujdes, sidomos tash që është koha e detit, edhe krejt kena problem me flokë që na prishën, kështu që të shohim se çka po muj me xhit. Okej, çet brand që po duket për mas meje, e kum po edhe në rrjetet sociale, edhe tash po du mi po produktet më ofër, edhe të shoh se apo zgjidhet diçka. Jam nalt të shtandi i MAC Cosmetics, që më ka bosh shumë përshtypje se që kishin rregullu, edhe spatçore domethënë pa unal. Për juve që se dini, MAC Cosmetics është një kompani e specializuar në shitjen e produkteve profesionale të kozmetikës. Bënën shumë përshtypje këto produktet green që u dëkshin shumë luksoze, po kishin 40% zbritje. Zakonisht kualiteti i produktet vrejet qysh pe erës e këto e kishin top. Këtu domethënë ka pas shumë llojshmëri të produkteve për kit llojeve. Në fillim të videos unë veç ja u tregova problemin tim, që është i flokëve ndetit që na prishën, edhe mora këtë setin. Domethënë zgjidhjen tim e gjeta këtu. Përveç serumeve e produkteve të ndryshme për flok, pat edhe shumë pajisje të specializuar, që nuk e disha për çka janë, po nejse. Normal zbritje nuk e lash më ik, kështu që ju sugjeroj panajiri është deri dillën, dilni pak edhe dok në MAC Cosmetics.